Të dashur shqiptar, ju dua me gjithë shpirt, këtë do ta them në çdo film, sepse çdo film e kam bërë nga dashuria për ju, dhe kam gjetur nga dashuria për ju një fragment në Atika, në Greqi, një person që kishte vdekur, por ishte poet, dhe në varrin e tij vën poezitë që ai shkruante. Është i panjohur, por është një poet homerik, emri të cilit është Iliri. Dhe nuk dihet si e ka patur emrin, ka qenë poet anonim, dhe nga që vinte nga Iliria, sepse ashtu shkruante në poemat e tij, jam nga Iliria, emrin e ka Iliri. Pra është autor i panjohur. Është varri i një poeti të panjohur. Kjo ka qenë ëndra ime. Unë mendoja se do bësha kaq i famshëm një ditë, sa që do ta gjenin varrin tim diku dhe do thonin Albani nga Shqipëria, nga Albania. Nuk do doja të kisha emrin tim, absolutisht, madje se kam vënë asnjë poezi. Dhe ndëroja që një ditë do isha kaq i famshëm sa që vepra ime do të ishte emri im dhe atë dheu im do ishte mbiemri im. Pra këtë kam ndëruar për veten time që do quhesha Albani dhe që poemat e mia do të ishin kaq magjepse sa që njerëzit do thonin ky është varri i poetit të panjohur, një lloj siç themi ne, ky është varri i ushtarit të panjohur që ka rënë në betejë. Pra nuk dihet emri i këtij autori, po dihet që ishte nga Iliria. Dhe janë vënë vargjet e tij në varrin e tij si një epigram me 4 vargje. Dhe krahasimi i tij është me Amfionin. Kush është Amfioni? Unë s'kisha dëgjuar kurrë për Amfionin. Amfioni dhe Zethos janë 2 vëllezër, fëmijë të Zeusit, që ndërtojnë muret e Tebës. Por e ndërtojnë Tebën në mënyra të ndryshme. Zethos ishte shumë i fuqishëm si Herkuli, ndërsa Amfioni mësoi t'i binte lyrës nga që u martua me vajzën e Tantalus, mbretit të Lidis. Dhe i binte lirës kaq bukur dhe shtoi edhe 3 korda të lirës që nuk ishin, e rikrijoi lirën nga e para. Do të kemi parasysh që lira ishte vegla Apollos. Dhe do të kemi parasysh që fëmijët e Amfionit janë vrarë nga Apollo. Dhe një nga arsyet ishte se Apollo ishte xhelos për Amfionin që i binte lyrës kaq bukur. Pra kaq bukur i binte lyrës Amfioni, sa që gurët vet filluan të lëvizin. Çfarë metafore. Filluan ta ndiqnin Amfionin si kafsh lëvizse gurët, dhe kur Amfioni drejtonte lirën për në vendin ku gurët duhet të vendoseshin, gurët do shkonin dhe vendoseshin vet aty. Aq e fuqishme është fuqia e artit. Dhe thot Iliri që atë që bëri Amfioni me artin mund të ta bëj një njeri i talentuar, edhe pse të tjerë mendojnë që ti je një njeri i zakonshëm, i panjohur. Pra emri Ilir këtu në këtë poem, që është epigraf ose një lloj mbishkrimi mbi varrin e Ilirit, është përdorur me idenë që edhe po ti jesh nga Iliria, i panjohur, po të bësh poema të bukura si Amfioni, ti prap do bësh i famshëm. Kaq e thellë është kjo poezi, sa që inteligjenca kompjuterike arriti në konkluzionin që ky është modeli i Homerit, imitimi i stilit të Homerit, kaq i thellë, kaq i bukur, me metafora të dyfishta, me alegorizma. Në anglisht kjo quhet simili, do të thënë një krahasim i gjatë. Janë disa lloj figurash në 4 vargje.
Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të gjenden kaq shumë metafora, kaq shumë pjesë informacioni mbi poema të ndryshme dhe mite helene në 4 vargje. Pra, është kaq e ngjeshur gjuha dhe kaq poetike sa që mund krahasot me gjuhën e Homerit dhe dialekti është epik, nuk janë përdorur format e trajtës së shquar. Kur ai thot për veten e tij, thot i lirë, po pa formën e trajtës së shquar që ka kuptimin një i lirë. Ky është dialekti epik. Ta shikojmë se si është bërë. Që ta shikoni që i lirët flisin dialektin epik, zbulimi im. Të dashur shqiptar, këto janë 4 rreshta të gjetura në varrin e një poeti të panjohur që e quajnë veten Iliri ose një Ilir. Dhe ky është dialekti epik, ku nuk vendoset forma e trajtës së shquar, atëherë bëhet e pashquar. Kjo është forma e shqipes, kështu shqipja i ndërton formën e pashquar. Nga forma e shquar dhe jo anasjelltas. Shikoni me kujdes përkthimin të bërë nga inteligjenca kompjuterike. Amfioni, me muzat dhe lirën e tij, ngriti muret e Tebës. Por unë, i lirë, me kuptimin një i lirë, marr rolin e muzës me zë të ëmbël në emër të atë dheut tim, me kuptimin i lirinë, dhe për këtë arsye ata, domethënë njerëzit, mendojnë se edhe ata që nuk janë ende në kulmin e tyre, arrin çdo skaj të aftësive, të artit. Ky është teksti, fjalë për fjalë i përkthyer, jo i përshtatur, siç është në origjinal. Ky është varianti në anglisht dhe ky është varianti në ilirisht. Kjo është gjuha ilire, të dashur shqiptar, është dialekti epik. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, ky është origjinali, është gjetur në një pllak në Atik. Unë e marr nga universitetet amerikane dhe e përkthej për ju. Dhe nuk mund ta besoj, sepse ai thotë për atë dheun e tij, Iliria. Nuk dihet emri i tij, është i panjohur dhe quhet Iliri, nga Iliria. S'dihet çfarë emri ka ky poet që ka vdekur, por ishte shumë i famshëm. Por i panjohur. Askush s'ka dëgjuar për poetin Ilirios, nga Iliria. Ndoshta kjo është origjina e fjalës Iliri, poeti nga Iliria, Homeri Ilirik, një poet i panjohur anonim. Vetëm 4 vargje janë gjetur. Merrni frymthell. Ky është dialekti ngjashëm me gjuhën e Homerit të përdorur në Iliad dhe tek Odisea. Kërkoni vetë mitin e Amfionit. Mitin e Amfionit e kanë marrë turbo-albanët dhe janë përpjekur ta bëjnë mit shqiptar, por nuk është shqiptar, është mit grek. Janë 2 vëllezër që ndërtojnë muret e Tebës. Janë bijtë e Zeusit. Ndërsa një vëlla ishte shumë i fuqishëm dhe i ndërtonte muret me muskujt e tij, Amfioni filloi të ndërtonte muret me lirën e tij. Aq i talentuar ishte. Pra, Iliri që ka bërë këtë poem kishte një njohje të thellë për të gjitha mitet greke dhe stili i tij është i ngjashëm me stilin e Homerit. Është dialekti epik, ku e pat vetë që në vend që të përdorë forma e trajtës së shquar, është përdorur forma e trajtës së pashquar me kuptimin unë, një i lirë. Kjo nuk përdoret në greqisht, të dashur shqiptar, nuk është mënyrë e krijimit të greqishtes forma e trajtës së pashquar. Grekët do mbeten pa mend kur ta shikojnë këtë film. Në greqisht nuk ekziston forma e trajtës së pashquar, por ekziston në Iliad dhe tek Odisea. Forma e trajtës së shquar në Iliad dhe tek Odisea krijohet me përemrat dëftor. Kjo vajzë, ky djalë.
ky uji, sepse është asnjanës uji. Por kur hiqet çdo lloj trajte, është forma e pashquar. A kuptoni apo jo? Kjo është gjuha homerike. Dhe këtu, unë, një i lirë, është pa trajtën e shquar të greqishtes, me kuptimin e pashquar, unë i lirë. Ky është zbulimi im, s'kujt tjetër në botë, dhe thot inteligjenca kompjuterike ashtu është, siç e ke zbuluar ti. Nuk është zbulimi inteligjencës kompjuterike. Inteligjenca kompjuterike pajtohet me këtë fakt, sepse është e vërtet dhe është gjetur në pllaka të tjera kudo në detin mesdhe ky dialekti epik. E kam gjetur unë në Marseille me fjalën lembon në rastën kallëzore pa formën e trajtës së shquar. Kemi bler varkën, lembon, një lloj si në shqip, me në. Në gjuhën e përdor në Marseille, në jug të Francës, koloni helene. Po ashtu fjala ho brindos, me trajtën e shquar, është gjetur në gjuhën mesape, brindos, me trajtën e pashquar, dhe është origjina e fjalës brini në shqip. Në gjuhën mesape është koka e drerit. Është origjina e qytetit të Brindizit. Ky është zbulimi im, që dialekti epik është folur nga njerëzit, se nuk ka mundësi që Homeri të krijonte një poem për fantazmat. E krijoi për njerëzit që kuptonin homerisht, që ishin i lirët, që shkruanin dhe imitonin Homerin gjithashtu. Dhe përse Homeri ka emër një sharje në greqisht? Homer do thot peng, zbulimim. Pengu i Trojës, rob, i zënë nga grekërit në Trojë. Ky është Homeri. Këto ishin Homerët, rapsod, i lirë. Është zbulim epokal, do e vë tekstin poshtë filmit, kërkoni edhe juve, akademik grek, ç'mendim kanë ata? A pajtohen ata me mendimin tim? Po do mos do që do pajtohen, s'ka në rrugë tjetër. Përhapeni këtë lajm, kudo, është gjetur dialekti epik, ku poeti thot, në dialektin epik, unë, i liri, ose më sakt i lirë, trajta pashquar. E pa besueshme. Kemi të bëjmë një epigram të një poeti të panjohur nga Iliria. Dhe ai shkruan në dialektin epik. I varrosur në Greqi, pranë asaj zone ku u përzun arvanitët. Ju betohem. Pranë Atikës, pranë Zot që është në qiell. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.